Santa Cruz del Islote, Kolumbi. Santa Cruz del Islote ndodhet në brigjet e Kolumbisë në Karaibe dhe mban rekordin për të qenë ishulli më i dendur i populluar në botë. Kjo pjesë e vogël e tokës, e cila është pjesë e arkipelagut San Bernardo, ka vetëm disa kilometra katror, por është shtëpia e rreth 1200 deri në 1300 njerëz. Kjo jep një mesatare prej rreth 124.000 njerëzve për kilometër katror, duke bërë Santa Cruz del Islote një vend vërtet unik. Hapësira e kufizuar këtu do të thotë që çdo centimetër tokë përdoret. Ishulli përshkohet nga shtigje të ngushta me shtëpi të mbushura ngushtë së bashku, duke krijuar një rrjet ndërtesash si labirint. Shtëpitë janë jashtëzakonisht të vogla dhe të bëra nga materiale të tilla si druri dhe betoni, dhe pavarësisht kushteve të ngushta, komuniteti ka arritur të krijojë një hapësirë jetese funksionale, e cila përfshin një shkollë, restorant, disa dyqane, madje edhe një shesh të vogël ku banorët mblidhen. Për shkak të mungesës së hapësirës për bujqësi, banorët mbështeten shumë tek peshkimi, si burimi kryesor i ushqimit dhe të ardhurave. Peshqit janë të shumtë në ujërat përreth dhe udhëtimet e peshkimit janë një detyrë e përditshme për shumicën. Ka mungesë të disa burimeve, që do të thotë se nuk mund të jetë i vetëmjaftueshëm, si për shembull mungesa e ujit të ëmbël, i cili duhet të transportohet nga kontinenti. Energjia elektrike sigurohet kryesisht nga gjeneratorët dhe panelet diellore me hapësirë të kufizuar për asgjësim dhe riciklim. Pavarësisht nga të gjitha sfidat, banorët këtu kanë zhvilluar një ndjenjë të fortë komuniteti dhe nëse u jepet mundësia, shumica nuk do dëshironin të jetonin askund tjetër.